si qëndrojmë me statistika, përfundojnë këto raste të gjitha në kirurgji apo dhe i shpëtojnë kirurgjisë? Për kirurgji, patjetër një karcinom që verifikohet do t'i nështrohet intervenimit kirurgjik nëse nuk ka metastaza po flas, ose ka pacientat të cilët edhe kanë metastaza, mirë po në një stad mund të vjenë drejt tek gjenja ileusit apo obstruksionit intestinal që jemi të detyruar patjetër me ia vendos një stom dhe pastaj me vazhdu me metoda tjera të trajtimit. Pra kirurgjia shpeshherë është edhe e pashmangshme tek këta pacient, për arsye se kirurgjia tek malignomat apo smundjet malinje ka dy intensa. Ka trajtim kurativ, nëse është në stad të hershëm ajo largon, por ka edhe kirurgji paliative që bëhet tek pacientët për me përmirësu kushtet e jetesës në një kohë të caktuar. Pastaj vazhdon edhe me modalitete tjera të trajtimit. Çfarë është stoma dhe cilat janë llojet e stomës? Stoma me përkthy bukfalesht i bën një gojë apo një krijim kirurgjik i një organi gypor me hapësirën e jashtme të abdomenit. Në kirurgji, varësisht prej organit të cilën e nxjerrim jashtë, e merr edhe emrin, kolostom është stom nga zora trash, ilostom është stom nga zora e holl, jejunostom e kështu me radhë. Pastaj stomat në varësi prej qëllimit të cilat i bëjmë, mund me qenë këto të poshtmet janë evakuese apo eliminimin e produkte përfundimtare të metabolizmit, nevojës apo fecesit, ndërka që kur i vendosim në lukth, ato janë edhe si stoma ushqyse. Të zëjmë për shembull nga një pacient që ka karcinom laringu apo të ezofagut i avancuar që e ka mbyll rrugën normale të marrjes së ushqimit, ne e vendosim një stom apo një gyp ushqyes në lukth dhe ai, domethënë këto pra quhen si stoma ushqyse. Ndërka që këto stomat e poshtme janë stoma evakuese. Ndërsa në varësi të formimit të saj, quhen si stoma të përkohshme ose të përhershme në varësi prej qëllimit të krijimit të saj. Në shpeshherë në urgjencë, për shkak të kompromitimit të pacientëve në shumë sisteme, qoftë kardiovaskular, respirator, me ushqyeshmëri, me sindrom inflamatore, kur e largojmë tumorin, shpeshherë nuk jemi në gjendje të bëjmë qepjen apo vendosin anastomozës aty për shkak të gjendjes së pacientit i cili nuk do ta toleron, e vendosin fillimisht në stom dhe pacienti pasi e tejkalon atë drom abdominale me sindrom inflamatore dhe përmirësim edhe të sistemeve tjera, atëherë i nënshtrohet një intervenimi të dytë për restaurim apo për vendosje të kontinuitetit intestinal. Ndërkaq kur largohet i tërë aparati i sfinkterial, i cili përbëhet prej sfinkterit të brendshëm të jashtëm, kur karcinoma lokalizohet në pjesën e poshtme dhe nuk kemi mundësi të ruajmë, atëherë ata mbesin me stoma të përhershme. Si duhet ta mirëbajnë këta pacientë stomën? Stoma është një problematik tek ne, shoh se edhe në popullat pak ka informata, sot në shtetet e zhvilluara ka edhe infermierë të veçantë që bëjnë specializim ekskluzivisht vetëm për këtë problematikë që quhen që si stomatoterapeut, me i përgatit pacientit si gjatë para intervenimit, gjatë fazës sa është spital, pastaj edhe pasi që shkojnë në shtëpi, se si me u kujdes me një stom. Stoma është ajo vrima artificiale apo anusi i vendosur në hapësirën e abdomenit, që edhe ajo normalisht që kërkon kujdes si në pastërti, pastaj në kujdesin rrethit të stomës, ndrimit të qesës, pra edhe ajo kërkon domethënë një këshill që normalisht këtë këshill e marrin edhe tek ne në kirurgji sa që ndojnë aty, pastaj edhe në vazhdimsi, sepse normalisht këta pacient që domethënë i bie si hera apart me pas këtë problematik, normal që kanë probleme, se si do të sillen, pastaj probleme sociale, familjare, ekonomike, kështu me radhë. Domethënë janë probleme, mirë po kur s'ka rrugë tjetër, normalisht që me shequ jetë gjatësinë edhe rrugën tjetër jetësore, normalisht që duhet ta pranojnë. Por kemi pas raste edhe të cilën nuk e pranon. Si veprohet në ato raste? Në ato raste, shpeshherë kur tumori avancon edhe e mbyll krejt, atë në një stad tjetër shumë i lodhur, do të vjen me qitë stomën, po atë shpeshherë bëhet edhe vonë, domethënë nuk mund të heket më pastaj kanceri, por vetëm
qitet stomë, domethënë me liru nga gjenja e ileusit dhe është mjaft problematike pastaj në gjatësi. Cilat janë disa komplikime më të shpeshta tek stoma edhe çka është prolapsi që mund të krijohet? Ato komplikacionet e stomës janë të hershme dhe vanshme, na zakonisht ato të hershmet janë gjakderdhja, është isemia, ne gjithmonë kemi kujdes ditën e parë, dytë për me pa se a ka vaskularizim, sepse zorra e cila devaskularizohet apo nuk ka vaskularizim të duhur, ajo nekrotizon. Dhe nëse nekrotizon, do të thonë ajo nxihet dhe për 2-3 ditë ajo përmbajtja e zorrës pastaj na kalon në hapësirën abdominale dhe duhet të bëhet reintervenimi. Domethënë këto janë akute të cilat vlerësohen nga kirurgi, domethënë sa është në kirurgji, ndërsa si komplikacione më të vonshme janë ato dermatitet apo eksemat nga kontakti i fecesit në përmbajtjen e lëkurë, që normalisht edhe këto kërkojnë pastërti, kërkojnë mirëmbajtjen e tyre me disa kremra kundër alergjik, kundër infeksioneve, higienë të lëkurës, po ashtu ka edhe disa ngjitsa special, se nganjëherë kanë edhe probleme në mbajtjen e qesës, dhe normalisht ka edhe disa ngjitsa special som adeziv që vendoset rreth stomës dhe të vendoset edhe qesja për to. Komplikimet më të vonshme janë infektive rreth stomës dhe siç e përmendë tjera, komplikimi tjetër është hernia parastomale dhe prolapsi. Hernia parastomale është hapja e asaj vrimes që e kemi kriju në kirurgji dhe futja një segmenti zorrës aty, pra hernia është një defekt me hapje, ndërkaq prolapsi është kalimi i zorrës përmes zorrës vet dhe domethënë prolaps dalje jashtë e kësaj. Normalisht si të dyat kërkojnë tretman, hernia normalisht me hernioplastik dhe domethënë vendosjen e vrimes apo ngushtimin e saj me qepje dhe vendosjen e aloproteza me rjeta, ndërkaq prolapsi, nëse nuk realizohet reponimi i prolapsit, atë normalisht duhet të bëhet reseksion dhe rivendosje e stomës përsëri. Doktor, sa cilësore është një stomë? Tani cilësia jetës normalisht ndryshon. Këta pacientë shpeshherë njën vetën si jo më sikur kanë qenë, edhe është e vërtetë se është një invaliditet. Mirë po kur shpjegohet se domethënë nëse nuk ndërmerret ajo hap për vendosjen e stomës, largimin e kancerit, i cili është një smundje që normalisht nëse nuk trajtohet përfundon me fatalitet, atë shpeshherë edhe e pranojnë. Tani bartja qesës, aroma nganjëherë, domethënë janë problematike, është por mësohen me bartë edhe ato dhe shpeshherë edhe shumë kushte nuk e din si e ka ata. Unë di plot edhe njerëz ndoshta edhe me funksione publike që e kanë dhe nuk e din kush si e ka.